kurdo që vjen nga Zoti është një bekim shumë i madh. Madje edhe këto pyetjet nuk është se më pëlqejnë shumë sepse janë shumë pyetje private. Duhet të kemi kujdes. Ka shumë njerëz që ndoshta edhe nuk munden të jenë nëna, pra provojnë, kanë dështime, edhe kjo pyetje mund edhe t'i lëndoj. Do të vijë koha kur ne domosdoshmërisht do duam të jemi prindër. Platori ka qef me pas vajzë, kështu ndoshta që s'ka pas motër, ose që është djali i vetëm. Mirja kur u ka në intervistë e pata pyet se a je gatshme mu bo gjyshe, po ti a je gatshme mu bo nën? Mendoj që nuk ka një kohë të saktuar kur mundesh me qenë e gatshme me u bo nën, kurdo që vjen nga Zoti është një bekim shumë i madh. Madje edhe këto pyetjet nuk është se më pëlqejnë shumë sepse janë shumë pyetje private. Jo për të thënë ty drejt për drejt, po në përgjithësi sepse marr shumë komente të tilla në këtë çështje. Duhet të kemi kujdes sepse nuk po flas për veten time në këtë rast, po ka shumë njerëz që ndoshta edhe nuk munden të jenë nëna, pra provojnë, kanë dështime, edhe kjo pyetje mund edhe t'i lëndoj. Kështu që është shumë pjesë personale, na padyshim që unë dhe Platori diskutojmë për pjesën e planifikimit familjar, do të vijë koha kur ne domosdoshmërisht do duam të jemi prindër, po kur ajo kohë të vijë, me kënaqësinë më të madhe do t'ju tregojmë, do t'ju marrë bash krejt. Po patjetër. Jo, të pas parasysh si fytyra publike që jeni edhe neve si gazetarë dhe neve si publik, sidomos audiencës që ju përcjellin, besoj që ju intereson kjo pjesë dhe domosdoshmërisht edhe na s'kena çfarë pa bërë Po e kuptoj, se kështu që nashta edhe na s'është na kishin interesuar fort jeta private për shkak se nëse duhet pyet diçka ose unë ose kushdo mund të më takojë dhe me fol këtë pjesë, po besoj që ekipa kështu a kishe pas qef me pas djalë parën a çift parën? E kam, Krejt qikat më duket e kanë qef me pas çik fëmijën e parë, nuk e di pse. Platori ka qef me pas vajzë, kështu ndoshta që s'ka pas motër, ose që është djali i vetëm, po nuk, me thënë drejtën, meqense ndoshta edhe nuk e kemi diskutuar akoma këtë pjesën e planifikimit familjar dhe mendojmë të dy që ka kohë, nuk është se e ka menduar vajzë apo djalë. Çdo herë kur e mendoj këtë pjesë, lutem edhe i them Zotit shpresoj që vetëm t'jetë shëndosh e mirë. Inshallah që kjo është kryesorja. Kështu që e përmend të pjesën që Platori nuk e ka një motër. Sa të mungon kjo pjesa me pas edhe një çik tjetër të shtëpia ose me pas një kunat. Jo, e kam mikin, kështu që po pres edhe vllau jam nashta martohem me bona me kunat prej anës të familjes time. Kështu që në shtëpi e kam mikin, më përmbush atë far pjesën e momentit vajzave dhe diskutimeve që i bëjmë, sepse realisht i bëjmë me mikin. Kështu që tek ana e Platorit ka një herë më mirë, ka një herë thëmë okej se nëse do kishte një motër e di që do kaloja më mirë, po për momentin shpresat janë vetëm të vllau jem kur të martohet ai me u bë me kunat. Më bë me kunat se kënena u krimo. Tringaneve shpyta se përket planeve, po të më pyet pak edhe për fond për TikTokun, a e kemi plan më mirë hala me ta, a është në planet e tua afatgjata, a nështë edhe për një periudhë dhe mendoni me elan? TikToku me të vërtetë është pa të bo, sepse për momentin kam kohë pak më shumë të mjaftueshme për pjesën e rrjeteve sociale. Më pas unë në profesion së shpejti do të jem një juriste, pra jam në vitin e fundit të përfundimit të juridikut, edhe pretendimi është të jem një avokate. Më pas kjo çështja e kohës se si do të më mbetet në profesionin tim edhe në këto hobit që i kam, po e shfrytëzoj këtë vitin e artë të kohës pak më të lirë, edhe me të vërtetë në TikTok tash tu pa të ba se të e shikua ka me pas kohë të mjaftueshme apo jo. A tu kish dhimbt nëse e kishe lanë si pjesë, dyqysh në të sotit llogaritet edhe si punë pjesa e TikTokut, pasi që edhe paguhet mirë, sa njëna prej influencerave. Po, është e vërtetë, nuk do më kishte dhimbsur nëse prap do vazhdoja të mirëresha me gjërat që i dua, që me të vërtetë janë pjesa e shkrimit edhe pjesa e të qenurit një juriste e mirë.